Dashi. E njëjtja do të jetë një ditë e fortë për dashin, ku do të duhet të merrni një vendim që e keni shtyrë prej kohësh. Dikush mund t'ju vërë përballë një zgjedhje dhe nutët mund të qëndroni më në mes. Në punë mund të ketë një debat ose përballje, por do të tregoni forcë karakteri. Në dashuri është ditë pasioni, por edhe tensioni. Demi. Për Demin kjo është një ditë që lidhet me stabilitetin dhe paratë. Mund të merrni një lajm për një pagesë, një marrëveshje ose një shpenzim të madh. Do të mendoni shumë për sigurinë tuaj financiare dhe të ardhmen. Në dashuri kërkon qetësi dhe një person që ju jep siguri. Binjakët. E njëjtja është një ditë shumë aktive për binjakët. Do të keni shumë biseda, takime, mesazhe dhe lëvizje gjatë ditës. Një lajm i papritur mund të ndryshojë planet. Në dashuri mund të ketë flirt ose një bisedë që ndryshon marrëdhënien. Gaforja. Për gaforën kjo është një ditë emocionale dhe pak e lodhshme psikologjikisht. Mund të mendoni për familjen, shtëpinë ose një problem personal që kërkon zgjidhje. Dikush mund t'ju kërkojë ndihmë ose mbështetje. Në mbrëmje do të ndiheni më të qetë. Luani do të jetë në një ditë shumë të fortë për ego dhe krenari. Mund të keni një përballje me një person që nuk bie dakord me ju. Në punë mund të tregoni aftësitë tuaja dhe të merrni vëmendje. Në dashuri është një ditë me emocione të forta dhe pak xhelozi. Vërgjëresha do të ketë shumë punë dhe shumë gjëra për të rregulluar këtë ditë. Do të merreni me detaje, dokumente, organizim dhe zgjidhje problemesh. Dikush mund t'ju kërkojë ndihmë sepse ju beson. Në dashuri duhet të jeni më të hapur dhe më pak praktik. Peshorja. E njëjtja është një ditë vendimesh në marrëdhënie për peshorën. Mund të keni një bisedë rëndësishme me partnerin ose me një person që ju intereson. Në punë mund të keni një marrëveshje ose negociat. Është një ditë që vendos balancat në shumë gjëra. Akrepi do të ketë një ditë intensive dhe pak të tensionuar. Mund të zbuloni një të vërtetë ose të kuptoni një situatë më qartë. Në punë duhet të jeni të kujdesshëm me rivalitetin. Në dashuri është një ditë shumë pasionante, por edhe me debate. Shigjetari. Për shigjetarin kjo është një ditë optimizmi dhe plane të reja. Mund të mendoni për një udhëtim, një ndryshim ose një projekt. Dikush mund t'ju japë një ide shumë të mirë. Në dashuri është një ditë e bukur për takime dhe njohje. Bërciapi do të ketë një ditë shumë serioze dhe të ngarkuar. Do të merreni me punë, financa dhe përgjegjësi. Dikush mund t'ju kërkojë një vendim të rëndësishëm. Në dashuri duhet të tregoni më shumë ndjenja dhe jo vetëm ftohtësi. Ujori do të ketë një ditë me surpriza dhe ndryshime planesh. Një mesazh ose telefonat mund të ndryshojë ditën. Në punë mund të ndodhë diçka e papritur. Në dashuri mund të rikthehet një person nga e kaluara. Peshqit do të jenë shumë emocional dhe intuitiv të ditë. Do të ndjeni shumë gjëra dhe do të kuptoni situata pa ju thënë askush. Mund të afroheni shumë me një person. Është një ditë ndjeshme dhe romantike.